në vitin e kaluar, ne kem qenë të obliguar të shqiptojmë 10 gjova për kontrollues publik dhe privat, pikërisht për shkak të dëmit të shkaktuar në raport me mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve. Nëse mund t'i referohem edhe të diskutojmë për atë vijnë që ndohen në kuadër të publikimit të dhënave personale për përgjegjësi që i kanë zyrtarët publik, ne kemi procese që realizojnë institucionet publike edhe lokale. Shumica e institucioneve lokale ndërmarrin veprime për t'i mbështetur qytetarët në forma të ndryshme, për të ndihmuar jetën e komunitetit. Dhe ka një kategori të buxhetit që quhet subvencione dhe transfere. Dhe në një rast të caktuar, institucioni bën një thirrje për qytetarët për të aplikuar për mbështetje të caktuar, qoftë nëpërmjet realizimit të projektit, por edhe për mbështetje në fushën e arsimit, gjithsesi në fushën e shëndetësisë. Është e vërtetë që institucioni është i obliguar që ta publikoj gjithë mbarvajtjen e procesit të vendimarrjes, por në asnjë moment institucioni nuk ka të drejtë t'i publikoj të dhënat personale të qytetarëve. Pavarësisht pra një veprimi të mirë, një nisme të mirë, të kërkuar dhe të mirëseardhur për qytetarët, janë finesa, janë elemente të cilat nuk përkojnë me transparencë, por duke tentuar për të realizuar një transparencë të përmasave të kërkuara, ne shkelim një të drejtë tjetër që është mbrojtja e të dhënave personale, që i referohet në një farë forme dëshirës për të ditur, për të pas ma shumë informata, interesimit të publikut dhe ajo që quhet interes publik. Për të cilën jo vetëm institucionet publike, por të gjitha subjektet dhe ne si individ edhe ne si qytetar duhej ta shtojmë kujdesin në raport me veprimet tona, në veçanti ajo që quhet përdorim i teknologjisë informative.